Bismillahirrahmanirrahim. Gibeti. Të gjithë e dim se gibeti është një sen i shëmtuar, është ndaluar fetarisht, sipas ajeteve edhe sipas haditheve të cilët flasin mbi ata i cili ban gibet. Por duhet të dim se disa raste gibeti është i lejuar. Kur është i lejuar? Është i lejuar për atë person i cili i bëhet padrejtësi, apo të themi në terminologjinë e islamit i bëhet zullum, për atë njeri është e lejuar që të bëjë gibet apo të tregoj rastin, padrejtësinë e cila është duke u bë atij. Rasti tjetër i cili lejohet gibeti, lejohet për një person i cili është me tmeta fizike apo psikike, edhe me ju tregu tjerëve që njerëzit janë të kujdesshëm ndaj tij. Për shembull, dikush është i verbërt, dikush është i shurdhër, dikush është me mec. Duhesh me tregu dikujt se kur qeshe në komunikacion të kesh kujdes se filani nuk dëgjon, filani nuk shef, filani mund të bëjë incident, apo nëse mendon se ti e ke përshëndet dikan edhe ai nuk të ka përshëndet, duhesh me apo me dije njerëzve se filani nuk dëgjon apo është me mec, nuk flet. Qetëri rast kur lejohet gibeti? Gibeti lejohet kur dikush e shef dikan i cili shoqërohet me një njeri i cili është njeri i cili me dukuri negative, a kurse ky personi është njeri i mirë, musliman i mirë, besimtar i mirë, edhe lejohet në këtë rast mi tregu atij që të jesh i kujdesshëm ndaj filanit, sepse ai mund të dëmtoj shumë ty. Edhe rasti tjetër ku lejohet gibeti, në momentet kur lip dikush fetva, e kur kërkon fetva nga ndonjë hoxh apo te gjykatësi apo dikun, atëherë nuk duhesh me msheh asgjë për dikan, duhesh me i tregu krejt rastet, momentet të cilët i kije me atë problem me atë njeri që e kije, duhesh me ja tregu gjitha ato tmetet të cilët i ka ai njeri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.